Michael Jackson, $2 miliardë. Ndërsa të ardhurat e tij gjatë jetës ishin të jashtëzakonshme, pasuria e Jackson vazhdon të rritet për shkak të honorareve të muzikës, licencimit dhe aseteve të tjera që mbajnë firmën e tij. I quajtur ndryshe mbreti i popit, ai pati një karrierë monumentale dhe shpesh të trazuar, që zgjati mbi 4 dekada. Michael Jackson e filloi karrierën në moshë 6 vjeçare duke u bashkuar me vëllezërit e tij në Jackson 5. Si këngëtar i kryesor, talenti i jashtëzakonshëm e çoi shpejt grupin drejt yjeve ndërkombëtare me hite si I Want You Back, ABC dhe Ben. Historia e tij shëndetësore u shënua si nga patologji të ndryshme, po ashtu edhe nga çështjet që lidhen me ndërhyrjet estetike dhe përdorimin e barnave me recet. Michael Jackson ndroi jetë më 25 qershor 2009 në moshën 50 vjeçare. Andrew Lloyd Webber, $1.2 miliardë. Kompozitori i shumë hiteve muzikore, pasurinë e ka fituar nga honoraret dhe të drejtat e prodhimit. Që nga fillimi i prillit 2025, pasuria neto e Andrew Lloyd Webber vlerësohet të jetë midis 1.2 deri në $1.3 miliardë. Kjo e bën atë një nga figurat më të pasura në industrinë e muzikës dhe teatrit në mbar botën. Pasuria e tij filloi të shtohet që në moshë të re, me vepra që gjeneruan të ardhura të konsiderueshme përmes shitjeve të biletave, licencimit dhe honorareve. Vepra shumë e njohur, Fantazma e Operës, është shfaqja më e gjatë në historinë e Broadway dhe me fitimet më të larta të gjitha kohërave. Ndër të tjera, Webber është pronari i një teatri të rëndësishëm në West End të Londrës, me pronësi të disa objekteve historike si Palladiumi i Londrës dhe Theatre Royal apo Drury Lane. Këto ambiente dhe prona jo vetëm strehojnë produksionet e tij, por gjenerojnë shumë të ardhura nga qiraja.